E martë 6 qershor 1944, e dashura Kiti, This is the day. Tha Radio Londra në orën 12 dhe me të drejtë, This is the day. Zbarkimi ka filluar. Në orën 8 të mëngjesit, anglezët lajmëruan. Bombardimet rënda mbi Calais, Boulogne, Le Havre dhe Cherbourg, ashtu edhe në Pas de Calais si zakonisht. Më vonë, masa sigurimi për gjithë banorët e vendeve të pushtuara, të gjithë njerëzit që banojnë gjerë në 35 km larg nga bregu, duhet të jenë të përgatitur për bombardimet. Po të jetë mundur, anglezët një orë përpara do të hedhin trakte nga aeroplanët. Sipas lajmesh nga burime gjermane, në brigjet franceze janë hedhur trupa parashutiste angleze. BBC-a komunikon: Marina gjermane në betejë me anijet angleze të zbarkimit. Diskutim në strehim në orën 9, duke ngrënë mëngjesin. Mos është një provë zbarkimi si para 2 vitesh në Dieppe? Në orën 10, transmetimet e radios angleze në gjermanishte, frëngjishte, hollandishte dhe në gjuhë të tjera. The invasion has begun, do me thënë invadimi i vërtet. Radio Londra në orën 11 në gjermanishte. Fjalimi nga komandanti suprem Dwight Eisenhower. Radio Londra, anglisht, ora 12. This is the day. Generali Eisenhower i flet popullit francez. Stiff fighting will come now, but after this the victory. The year 1944 is the year of complete victory. Good luck. Radio Londra, ora 1. 11.000 aeroplan janë në gatishmëri dhe luftojnë pa pushim, mbartim trupa dhe bombardojnë pa prapavijat. 4.000 anije zbarkimi dhe anije të tjera më të vogla çojnë vazhdimisht trupa dhe material në tokën franceze në mes të Cherbourgut dhe Havrit. Trupa angleze dhe amerikane po zhvillojnë betejë të vështira. Fjalime nga Gerbrandi, nga kryeministri i Belgjikës, nga mbreti Haakoni norvegjist, nga De Gaulle për Francën, nga mbreti anglisë dhe natyrisht nga Churchilli. Gjithë strehimi kalon çast të entuziazmi. Vërtet po afrohet çlirimi aq i dëshiruar, çlirimi mbi të cilin është folur aq shumë, por që është aq i bukur, aq përallor sa s'bëhet fjalë të besosh se do të bëhet realitet? A do të na e sjell fitoren ky viti 1944? Nuk e dim akoma, por shpresa po na ngjall edhe një herë, na jep përsëri guxim, na bën prapë të fortë. Pra duhet të qëndrojmë burrërisht kundrejt frikës, kundër mungesave, kundër dhembjes. Tani ka rëndësi të rim të qetë dhe të vendosur. Tani më shumë duhet t'i shtrëngojmë dhëmbët që të mos bërtasim. Mund të bërtas nga dhembja Franca, Rusia, Italia dhe Gjermania, por ne nuk kemi asnjë të drejtë. O, Kiti, gjëja më e bukur është se ndjej se po afrohen miqtë tanë. Gjermanët e tmerrshëm na kanë shtypur kaq shumë kohë dhe na kanë vënë kaq e gërthikën në gryk, sa tani kur na shkon mendja te miqtë dhe te shpëtimi, na ngjallet edhe një herë besimi i parë. Tani nuk është fjala vetëm për qifutët, por për Hollandën dhe gjithë Evropën. Margoja thot se në shtator ose në tetor, ndoshta do të shkoj përsëri në shkollë. Ana, dua të t'i them edhe ty me një herë lajmet më të reja. Natën dhe në mëngjes herët, në prapavija gjermane kanë hedhur manikina, që poshtë sa binin në tokë shpërthenin. Janë hedhur edhe shumë parashutistë, ata janë lyer me bojë të zezë që të mos dukeshin natën. Në mëngjes në orën 7 kanë sparkuar anijet e para pasi bregu ishte bombarduar gjatë natës me 5 milion kilogram bomba. Sot kanë qenë në veprim 20.000 aeroplan. Në kohën e zbarkimit, bateritë bregore të gjermanëve ishin jashtë luftimit. Është krijuar një krye ure vogël. Çdo gjë shkon mirë, megjithse moti është i keq. Ushtria dhe populli janë one will and one hope. E premte, 9 qershor 1944. Një dashura Kiti, zbarkimi po shkon shkëlqyeshëm. Aleatët kanë pushtuar Bajen, një fshat në bregun francez dhe luftojnë tani rreth Caen. Qëllimi që të këputet gadishulli mbi të cilin gjendet Cherbourgu është i kuptueshëm. Çdo mbrëmje në radio vëzhgojnë si luftarak flasin mbi vështirësitë, mbi entuziazmin dhe guximin e ushtarëve, flasin mbi aksione të pabesueshme. Me gjithë motin e keq, fluturimi i aeroplanëve vazhdon pa pushim. Ka BBC-a kemi dëgjuar se Churchilli kishte dashur të zbarkonte me trupat bashk, por i këshilluar nga Eisenhoweri dhe general të tjerë ka hequr dorë nga ky mendim. Shih çfarë guximi nga ai plak njeri. Tani është sigurisht 70 vjeç. Tek ne trazirat janë qetësuar, ne shpresojmë se më në fund lufta do të pushojë nga mbarimi i këtij viti. Tani ka ardhur koha. Budalliqet e zonjës Vandan janë bërë të padurueshme, pasi nuk mund të na i natos në lidhje me zbarkimin, na çan kokën gjithë ditën me motin e keq. Do të kisha qejf ta fusja në një kovë me ujë të ftohtë. Gjithë strehimi me përjashtim të zotit Vandan dhe Peterit ka lexuar trilogjinë Rapsodi hungareze. Ky libër flet mbi jetën e kompozitorit dhe virtuozit të pianos Lisztit. Libri është shumë interesant, por më duket se flitet pak tepër për gratë.
Listi ishte në kohën e tij, jo vetëm pianisti më i madh dhe më i njohur, por edhe si gjatar Grash ishte një nga më të mëdhenjtë e kohës së vet, dhe këtë gjë e ka vazhduar gjërë në moshën 70 vjeç. Ai kishte relacione me Maria Dagu, me princeshën Carolina Wittgenstein, me balerinën Lola Montez, me pianisten Agnes Klindworth, me Sofia Menter, me princeshën Cerkezej Olga Janina, me baroneshën Olga Mayendorf, me aktoren Lila, nuk e di si quhet, e të tjerë. Nuk merr fund kjo listë. Pjesët e librit ku fliten mbi arte të tjera janë shumë interesante. Përmenden Schumanni, Clara Wieck, Hector Berlioz, Johannes Brahms, Beethoveni, Joachimi, Richard Wengeri, Hans von Bülow, Anton Rubinstein, Frédéric Chopin, Victor Hugo, Honoré de Balzac, Hiller, Hummel, Czerny, Rossini, Cherubini, Paganini, Mendelssohn dhe shumë të tjerë. Listi ishte një njeri shumë i mirë, shumë zemërmadh, por tepër mburravec. Ndihmonte çdo njeri, nuk njihte gjë më të lartë se artin, ishte tepër i dhëm pas konjakut e pas grave, nuk mund të shihte asnjëri duke qarë, ishte fisnik në sjellje, nuk ishte i dhëm pas fitimeve, ishte mondan dhe përkrahte lirinë e besimit. Ana. E martë, 13 qershor 1944, e dashura Kiti. Dje kisha ditëlindjen, tani jam 15 vjeç. Më kanë dhuruar shumë gjëra, 5 volumet e historisë së artit të Springerit, një garnitur plaçkash të brendshme, 2 rypa, një shami, 2 kavanos kos, një kavanos me marmalat, një kulaç me mjalt. Kam marrë edhe një libër botanike nga babai dhe mama, një byrzylyk nga Margoja, edhe një libër nga Vandanët, një kuti Bjamalc nga Duseli, ëmbëlsira dhe fletore nga Mipi dhe Eli, dhe më kryesoret libri Maria Teresa dhe 3 rrotulla djathi të vërteta nga Kraleri. Petri më ka dhuruar një tuftë të bukur të ndafilash. I shkreti dialog është munduar aq shumë që të gjej diçka të veçantë, por nuk gjeti. Zbarkimi shkon gjithnjë shumë mirë. Me gjithë këtë mot të keq, me gjithë stuhit e tmerrshme dhe rebeshet e shiut në det të hapët. Churchilli, Smaci, Eisenhoweri dhe Arnoldi kanë vizituar dje fshatrat franceze që janë pushtuar dhe çliruar prej anglezëve. Churchilli ka ardhur me një torpedo të cilin e kanë gjuajtur me top nga bregu. Ky njeri, si edhe shumë të tjerë, duket se nuk ka as pak frikë, është për t'ia pasur zili. Këtë nga strehimi nuk arrim ta kuptojmë gjendjen shpirtërore të holandezëve. Padyshim, njerëzit janë gëzuar shumë pse më në fund Anglia inerte luajti nga vendi, cili do njeri që akoma i shikon anglezën nga lart poshtë, që shan Anglinë si shtetin e zotërinjve të vjetër, që e quan Anglinë të poshtër, e megjithatë gjermanët i uren, tani do të jetë tundur nga pikpamjet e tija. Ndoshta truri i tyre i ndërlikuar tani do të vijë në vend. Ana. E mërkur, 14 qershor 1944. E dashura Kiti. Shumë dëshirë, shumë mendime, shumë akuza e shumë qortime sillen mishmash në kokën time. Unë të vërtet nuk jam ashtu siç mendojnë shumë vetë. Unë i di mirë gabimet e mia të panumërta dhe më mirë se kushdo tjetër. Pastaj di gjithashtu se dua të përmirësohem, dhe jam përmirësuar shumë. Shpesh pyes veten si ndodh që secili ti duke mendje madhe e mburravece. Vërtet vallë, më pëlqen aq shumë vetvetja? A jam vërtet mburravece apo mos vallë janë kështu edhe ata që më gjykojnë mua? Duke ndoshta si një pyetje e çmendur kjo, por nuk do ta fshij frazën e fundit, se nuk është aq e pavend. Zonja Vandan, akuzuesja ime kryesore, është e njohur si grua jo inteligjente, ose ta them cop, si budallaqe. Njerëzit budallënj nuk i durojnë dot njerëzit e tjerë që mund të bëjnë diçka më shumë se ata vet. Zonjës Vandan, unë i dukem budallaqe, pse nuk jam aq koktrash sa ajo. I dukem jo modeste, pse nuk jam shpirt vogël sa ajo. Rrobet e mia i duken të shkurtra, kurse të sajat janë edhe më të shkurtra. Pastaj i duket se fus hundët e jap mendime për çdo gjë që bisedohet, kurse ajo dy fish më tepër futet në tema të tilla, ku nuk merr erë fare. Një proverb që e pëlqej shumë thot: çdo qortim ka diçka të vërtet. Prandaj pranoj se nganjëherë me të vërtet kam tepër besim në vetvete. Por cilësia më e bezdishme e natyrës time është se askush nuk më qorton e nuk më kritikon më shumë se sa qortoj e kritikoj veten time. Kur shton pastaj mëma pjesën e këshillave të saj, rritet aq shumë grumbulli i predikimeve dhe bëhet i pakapërcyeshëm sa unë, e dëshpëruar, filloj të kundërshtoj e flas fjalë të rënda e të vrashta, dhe në këtë rast del vetvetiu ajo fraza e njohur e Anës: nuk më kupton askush. Kjo frazë ka zënë rrënjë brenda meje e, edhe pse duket si jo e vërtet, e ka një thërmi të vërtet për brenda. Akuzat që i bëj vetvetes bëhen nganjëherë kaq të shumta, sa pastaj dëshiroj një zë ngushëllonjës që të ma sjell edhe një herë shpirtin në një bazë të shëndosh dhe të merret ca me jetën time të brendshme. Por fatkeqësisht, sado që e kërkoj, nuk e gjej. Unë e di se ty tani po të shkon mendja tek Peteri. Hë Kiti?
Është e vërtet se Petri më do, jo si dashnor, por si shok. Ai po lidhet me mua dita ditës më shumë, por as unë nuk e kuptoj atë fuqi të fshehtë që na frenon të dyve. Nganjëherë mendoj se dëshira që t'i afrohem është e tepruar, por nuk është ashtu, pse kur unë shkoj lart tek ai, 1 ose 2 ditë, dëshiroj të takoj me të edhe më shumë se përpara. Petri është i dashur dhe i mirë, por nuk duhet të mohoj se shumë gjëra tek ai ma prishin qejfin. Para së gjithash, pse nuk është fetar. Pastaj nuk më pëlqejnë bisedat e tija mbi gjellët e gjëra të tjera si këto, por jam shumë e bindur se sipas marrëveshjes son nuk do të ngrindemi kurrë njëri me tjetrin. Petri është zemër mirë, i shkueshëm dhe bën lëshime. Ai duron më shumë fjalët e mia se ato të nënës së tij. Ai përpiqet me këmbgulje që të mbajë rregull. Por pse nuk i shfaq ndjenjat e mendimet e tija? Pse nuk më lë mua të futem në shpirtin e tij? Tipi i tij është shumë më i mbyllur se ai imi. Mirë kjo, por unë e di në të vërtetë, edhe nga praktika, se edhe njerëzit më të mbyllur kërkojnë ndonjëherë me dëshirë të thellë një njeri të cilit ja rrëfen gjithë shpirtin e tyre. Petri edhe unë të dy i kemi kaluar kot vitet këtu në strehim, zhytur në mendime. Flasim shpesh mbi të kaluarën, të tanishmen, të ardhmen, por siç e kam thënë, më mungon ndjenja e vërtet dhe e di se padyshim kjo është më kryesorja. Ana. E enjte 15 qershor 1944. E dashura Kiti. Mos vallë, ndjenja, dashuria për natyrën më është shtuar pse kam ndenjur shumë kohë e mbyllur? E mbaj mend mirë se më parë, një qiell i kaltër e i shkëlqyeshëm, si cërimat e zogjve, lulëzimi i pemëve, drita e hënës nuk më tërhiqnin për një kohë të gjatë. Këtu kam ndryshuar nga kjo pikpamje. Në ditët e rrëshajave, për shembull, natën, donse kisha gjumë, i mbaja me zor sy të hapur për të shikuar të paktën një herë hënën nga dritarja. Fatkeqësisht, sakrifica ishte e kotë pse hëna shkëlqente aq shumë sa ishte e rrezikshme të mbaje hapur dritaren. Një mbrëmje, shumë muaj më parë, shkova rastësisht lart kur ish hapur dritarja dhe nuk zbrita gjersa vazhdoi ajrosja. Mbrëmja e errët me shi, stuhia, rreth që vraponin më bën për vete. Pas një viti e gjysmë, përsëri e pash natën në fytyrë. Pas asaj mbrëmjeje dëshira për të shikuar edhe një herë ishte më e fortë se frika nga minjtë e nga vjedhësit. Shkova poshtë krejt vetëm dhe shikova nga zyra private ose nga kuzhina. Shumë njerëz e duan natyrën, shumë kanë qejf të flenë në qiellin e hapët. Shumë njerëz që mbyllen në burgje ose në spitale dëshirojnë të vijnë sa më parë ajo ditë në të cilën përsëri do të shijojnë natyrën e lirë. Por pak janë ata që mbesin të mbyllur dhe të izoluar nga natyra e cila u përket të gjithëve, të varfërve dhe të pasurve. Soditja e qiellit, e reve, e hënës, e yjeve më qetëson e më bën të durueshme. Kjo nuk është as pak fantazi. Ky është një ilaç më i mirë se baldriani dhe bromi. Natyra më nënshtron dhe më jep fuqi që t'i duroj të gjitha goditjet. Por fatkeqësisht, unë e shoh natyrën jo vetëm rrallë, por edhe nga një dritare jo e pastër dhe pas perdesh të pluhurosura. Dhe të shikosh prej këtu, nuk ke ndonjë kënaqësi të madhe, pse natyra është e vetmja gjë që nuk duron surrogato. Ana. E premte 16 qershor 1944. E dashura Kiti. Një problem i ri. Zonja Vandan është e dëshpëruar dhe flet për plumballit, burgje, varje dhe vetvrasje. Ajo është xheloze pse Peter i hap zemrën me mua, kurse me atë jo. E ndjen veten të fyer se Duseli nuk u përgjigjet shumë flirteve të saj. Është e zemëruar se i shoqi po i pi duhan të gjitha paret e pelliçes së saj. Grindet, shan, qan, ankohet, qesh, pastaj prap fillon të grindet. Si t'ja bëj me këtë budallaqe dhe qaramane? Asnjëri nuk e merr seriozisht fjalët e saj. Karakter nuk ka, ankohet prej secili dhe rend në shtëpi. Zoti e di pse. Pastaj më e keqja është se Peteri bëhet më i vrasht, Zoti Vandan zemërohet, moma bëhet cinike. Hajde, ç'gjendje që krijohet. Por ka një rregull që duhet ta kesh gjithnjë parasysh. Qesh për çdo gjë që sheh dhe mos i vë vesh askujt. Duket një qëndrim egoist, por në të vërtetë është i vetmi mjet shërimi për ata që kanë nevojë vetë për ngushëllim. Kraleri ka marrë brap një thirrje për punë të detyruar për 4 javë, po përpiqet që të lirohet me një raport mjekësor dhe me një letër nga firma. Konfujsi do të bëjë një operacion në stomak. Dje në orën 11 janë prerë gjithë telefonat privat. Ana. E premte 23 qershor 1944. E dashura Kiti. Nuk ka ndodhur asgjë veçantë këtu. Anglezët kanë filluar sulmin e madh mbi Cherbourg. Pimi dhe Vandani mendojnë se më 10 tetor do të jemi të lirë. Edhe rusët marrin pjesë në aksion dhe dje kanë filluar ofensivën tamam në përvjetorin e 3 të sulmit gjerman. Nuk kemi më gati asnjë patate. Në të ardhmen do t'i numërojmë dhe do t'i ndajmë në 8 pjesë. A here do të bëj secili siç i pëlqen. Ana.
E martë, 27 qershor 1944. E dashura Kiti, jemi shumë të gëzuar, shumë mirë po shkojmë punët. Sherburgu, Vitebsku dhe Slobini sot kanë rënë. Shumë robër dhe plaç klufte. Në Sherburg janë vrarë 5 general gjerman dhe 2 janë zënë në rob. Tani anglezët mund të sjellin në kontinent çfarë dëshirojnë, pse kanë një port të mirë. Gjithgadishulli Kotanten, pas 3 javësh është në dorë të anglezëve. Aksion gjigant. Që ditën kur filloi zbarkimi, do me thënë që prej 3 javësh nuk kemi pasur asnjë ditë pa shi dhe stuhira, si këtu, si në Francë. Por kjo pengesë nuk i ndalon anglezët dhe amerikanët që të tregojnë fuqinë e tyre dhe çfarë fuqie. Arma e re gjermane WU-WA, arma e mrekullueshme siç e quajnë ata, është në veprim të plotë. Por cili është efekti i atyre raketave që hedhin? Vetëm pak dëme në Angli dhe trumpetimi i gazetave të mofëve. Por ama, kur dëgjojnë atje në mofrikën e tyre se tani rreziku bolshevik vërtet po afrohet, kush e di si do t'u dridhen leqet e këmbëve. Gjithë fëmijët dhe gratë gjermane që nuk punojnë për ushtrinë do të largohen nga bregu dhe do të dërgohen në Groningen, Frislandi dhe Gelderlandi. Muserti ka deklaruar se do të vesh uniformën në qoftë se invaduesi do të vinë gjerë këtu. Mosval do të luftojë ai bullafiq? Po këtë mund ta bënte më mirë në Rusi. Finlanda e ka refuzuar propozimin për paqë. Kështu tani janë prerë bashkëbisedimet. Shiç budallënj. Pastaj do të pendohen. Ç'mendon ti, Kiti? Ku do të arrijmë më 27 korrik? Ana. E premte 30 qershor 1944. E dashura Kiti, moti është shumë i keq, ose bad weather at a stretch to the 30th of June. A ka kam thënë mirë? Oh, unë po thuaj di mjaft mirë anglisht. Për shembull, tani po lexoj librin Një burr ideal, me fjalor. Lufta po ecën shkëlqyeshëm. Po Bruisku Mogilevi dhe Orsha kanë rënë. Janë kapur shumë robër, këtu gjithçka shkon all right. Edhe gjendja shpirtërore. Super optimistët triumfojnë. Eli e ka ndryshuar formën e flokëve. Mipi ka 1 javë pushim. Këto janë të rejat e fundit. Ana. E enjte 6 korrik 1944. E dashura Kiti. Hidhërojmë shumë kur Peteri thot se më vonë ndoshta do të bëhet kriminal ose spekulator. Sigurisht e thot si me shaka, por unë ndjej se edhe ai vet ka frikë nga dobësia e karakterit të tij. Vazhdimisht edhe Peteri edhe Margoja më thon: Po, ti isha kaq e fortë dhe e guximshme siç je ti, po të kisha vullnetin tënd, po të kisha një qendres të tillë, atëherë vërtet, a është një cilësi e mirë kjo që nuk ndikojmë nga të tjerët? A është e drejtë që unë të ndjej gati pa përjashtim rrugën e ndërgjegjjes sime? Të them të drejtën, nuk e kuptoj atë njeri që thot, unë jam i dobët dhe mbetet po ashtu i dobët. Kur njeriu e sheh veten se është i dobët, pse atëherë të mos luftoj dhe të kalit karakterin e tij? Kësaj pyetjeje mi jam përgjigjur. Pse është shumë rehat kështu? Kjo përgjigje më ka dekurajuar pakës. Rehat. A ka kuptim një jetë prej dembelësh qoftë kjo edhe e rehatshme? O jo, nuk mund të jetë kështu. Nuk duhet që plogështia dhe paratja prishin njeriun. Ka menduar gjatë mbi këtë çështje se ç'përgjigje mund të jepja, si do ta bëja Petrin të kish më besim në vetvete dhe para së gjithash të përmirësohej. Nuk di a do të kenë sukses këto përpjekje. Ka menduar shpesh se sa gjë e bukur do të ishte sikur dikush të ta hapte zemrën, por vetëm tani shoh se sa e vështirë është ta kuptosh plotësisht mendimin e tjetrit, që pastaj të mund ta këshillosh para së gjithash, pse konceptet rehati dhe para për mua janë diçka shumë e huaj dhe re. Petri ka filluar të mbështetet pak tek unë, por kjo nuk mund të ngjas në asnjë mënyrë. Për një tip si Petri është e vështirë që të qëndrojë mbi këmbët e veta dhe aq më vështirë të jetojë në mënyrë të ndërgjegjshme dhe ta gjej rrugën e vet në mes të një deti problemesh. Unë për vete tani po bëj vend numëro dhe do të kisha dashur të gjeja një zgjidhje për fjalën e tmerrshme rehati. Si t'ia shpjegoj atij se ajo që i duket e rehatshme dhe e bukur, do ta tërheq në një thellësi ku nuk do të gjej më as shok, as mbështetje, as gjë të bukur, në një thellësi nga e cila është gati e pamundur të shpëtosh. Ne të gjithë jetojmë, por nuk e dim përse dhe për çfarë. Ne jetojmë të gjithë duke pasur si qëllim që të arrijmë lumturinë. Jetojmë secili në mënyrën e vet, e megjithatë të gjithë jetojmë një lloj. Ne të tre jemi rritur në kushte të mira. Ne mund të mësojmë diçka. Kemi mundësinë që të arrijmë diçka. Kemi baza që të shpresojmë për një jetë të bukur, por ne duhet ta fitojmë vetë këtë jetë. Dhe kjo nuk fitohet në mënyrë të rehatshme. Të fitosh lumturinë do të thotë të punosh për të jesh i mirë, të mos spekulosh e të mos jesh dembel. Dembelia duket e këndshme, por ajo që e çliron njeriu është puna. Unë nuk i kuptoj njerëzit që nuk punojnë, kurse Petri mendon ndryshe. Ai akoma nuk ka një qëllim të caktuar para syve të tij.
I duket vetja budalla dhe I pavlerë dhe sikur nuk arrin të bëj diçka për të qenë. I shkreti djalë, nuk e ka njohur akoma atë dëshirë të thellë për t'i bërë të tjerët të lumtur. Këtë ndjenjë edhe unë nuk mund t'ja mësoj. Ai nuk ka asnjë besim, flet duke u tallur mbi Jezu Krishtin, shan Zotin, megjithse edhe unë nuk jam fanatike, më them diçka në shpirt sa herë që e vërej atë aq ateist, pastaj aq të braktisur, aq të mirë. Njerëzit që kanë një besim duhet të jenë të gëzuar, pse jo të gjithë njerëzit e kanë këtë fat që të besojnë në gjëra të mbinatyrshme. Nuk është nevoja të kesh frikë nga dënimet pas vdekjes. Purgatori, skëtera dhe parajsa janë koncepte mbi të cilat shumë njerëz dyshojnë, por një besim ose një tjetër, secili nuk ka rëndësi, I mban njerëzit në rrugë të drejtë. Këtë nuk mund ta quash frikë nga Zoti, por respekt për nderin dhe ndërgjegjjen tënde. Sa të mirë dhe sa të bukur do të ishin njerëzit, sikur të gjithë çdo mbrëmje para se të flinin, të mendonin për ngjarjet e ditës dhe të vlerësonin çfarë ka qenë e mirë dhe çfarë ka qenë e keqe. Pa dashur njeriu përpiqet çdo ditë që të përmirësohet dhe pas një farë kohe diçka arrin. Këtë mjet mund ta përdor çdo njeri, nuk kushton asgjë. Kush nuk e di, duhet ta mësojë ta vëjë në zbatim se një ndërgjegje e qetë e bën njeriu të fortë. Ana. E shtunë, 8 korrik 1944. E dashura Kiti, përfaqësuesi kryesor I firmës, Zoti B, ishte në Beverik dhe atje ka bler lule shtrydhe. Ishin bërë me pluhur dhe me rër, por ishin në sasi të madhe, jo më pak se 24 shporta për zyrën dhe për ne. Shpejt do të mbushim 8 kavanos me lule shtrydhe që do t'i konservojmë e do të bëjmë edhe marmalat. Nesër Mipi do të bëj marmalat për ata të zyrës. Në 12:30 nuk ka asnjëri të huaj në shtëpi, dera jashtë mbyllet. Ne marrim shportat. Petri, babai, Vandani bëjnë zhumë të shkallët. Ana sjell ujë të ngrohtë, Margoja kovat, secili bën diçka. Unë shkova në kuzhinën e zyrës me një ndihim të veçantë në stomak. Mipi, Eli, Konfujsi, Henku, babai, Petri, gjithë kolona e legalëve dhe furnizuesve jepnin e merrnin duke folur njëri me tjetrit dhe aq më tepër në mes të ditës. Vërtet se pas perdeve nuk shihet gjë nga jashtë, por aty flisnin meze të lartë, këtë I kërcisnin dyert. Unë fillova të dridhem nga shqetësimi. Jemi apo s'jemi të fshehur? Pyeta veten. Këtë lloj ndjenje besoj do të kemi në ditët e para kur do të dalim në mes të njerëzve. Sa mbushe një kusi shpejt lart. Në kuzhinën tonë ishin ulur në tryez pjesa tjetër e familjes dhe pastronin kokrat e lule shtrydheve. Më shumë hanin se hidhnin në kovë. Shpejt patë nevojë edhe për një kovë dhe Petri shkoi prapë në kuzhinën poshtë. Në këtë çast befas Razilia. Kova ngeli aty. Petri vrapoi lart që të mbyllte derën rrotulluese. Ne përplasnim këmbët nga padurimi, u desh të mbyllnim rubinetat. Edhe pse lule shtrydhe gjysmë të pastruara prisnin akoma në ujë, na duhet të mbanim rregullin e vjetër të fshehurve. Dikush në shtëpi, gjithë rubinetat të mbyllen, asnjë zhurmë e rrezikshme. Në orën 1 erdhi Henku për të na treguar se ai që I kishte rënë ziles, kishte qenë postieri. Petri zbriti shpejt shkallët, dring zilja, prapa ktheu. Unë përgjova te dera rrotulluese se mos vinte njeri, pastaj lehtas shkova në krye të shkallës. Më në fund, unë dhe Petri, si dy vjedhës, u varëm mbi parmakët dhe dëgjonim zhurmën që vinte nga poshtë. Asnjë zë I huaj. Petri zbret shkallët, ri pak më këmbë, pastaj thret. Eli. Asnjë përgjigje, edhe një herë. Eli. Zhurma në kuzhinë është më e lartë se zëri I Petrit. Ai zbret poshtë nga kuzhina. Unë kam mbetur më këmbë dhe shikoj poshtë e trembur. Shpejt lart Petër, është revizori këtu. Është zëri I Konfujsit. Petri vjen pa frym, dera rrotulluese mbyllet. Më në fund, në orën 1:30 erdhi kraleri. O Zot, unë nuk shoh asgjë tjetër, veç se lule shtrydhe. Për mëngjes kam lule shtrydhe. Henku ha lule shtrydhe. Konfujsi ha lule shtrydhe. Mipi zjen lule shtrydhe. Ndjej kudo lule shtrydhesh. Nuk dua t'i shoh më me sy dhe shkoj lart. Por edhe këtu do të lajnë akoma lule shtrydhe. Lule shtrydhe që teprojnë do t'i konservojmë. Në mbrëmje 2 kavanoz u zbrazën. Babai filloi të zjej marmalatën. Të nesërme në mëngjes edhe 2 kavanoz, në drek 4. Vandani nuk I ka sterilizuar sa duhet. Tani babai zjen çdo mbrëmje marmalat. Po ham qull me lule shtrydhe, qumësht me lule shtrydhe, buk me lule shtrydhe si fruta, lule shtrydhe me sheqer. 2 ditë vallëzuan në çdo anë lule shtrydhe. Pastaj të gjitha zon vend ndër kavanoz ose ndër qypa dhe u mbyllën me loze me dru. Dëgjoj Ana, thiri Margoja. Shitësi I sarvateve në qoshe të rrugës na ka sjell 19 fund bizele. Shumë mirë nga ana e tij, thash unë. Vërtet që nga treguar shumë I mirë, por gjithë ajo punë, uf. Duhet I qëroni të gjitha të shtunën pas dreke, na lajmëroi mëma nga tryeza.
Dhe vërtet, sot në mëngjes, posa kishim ngrënë, u duk mbi tryez një tas shumë i madh, i mbushur gjerë në zgrip me bizele. Të nxjerrësh kokrat e bizeleve është një punë e mërzitshme, por duhet përpjekje për të ngrënë. Pak kush e di se sa e shishme është lëvorja e bizeles, sidomos po t'i heqësh cipën e holl. Pastaj po të hash lëvoshkat, ke fitim të madh pse porcionet do të jenë gati 3 herë më të mëdha se sa po ta hash vetëm kokrat. Të qëruarit e cipës së holl është një punë jashtëzakonisht e imët, ndoshta shumë e përshtatshme për ndonjë dentist pedant ose për ndonjë në punës të durueshëm të ndonjë kabineti shkencor. Por për një vajzë pa durueshme si unë është vërtet një torturë. Kemi filluar në orën 9:30. Në 10:30 unë bëra pak pushim dhe fillova prap një orë më vonë. Veshët më duke sikur më kumbojnë. Maja të këputen, cipa të qërohet, po kështu fiet, kokra të hidhe në tas, e të tjerë. Para syve më vezullon gjithë një ngjyrë e gjelbër, krimba, fije, bizele të prishura, gjelbër. Nga kjo topitje e mendjes lomotiz gjatë tër para drekës gjithfar budalliqesh, i bëj të gjithë të qeshin, por në shpirt ndjej se po vdes nga mërzia. Sa herë që nxjerr një fije dhe e hedh poshtë, jam e sigurt se kur nuk do të mbeten vetëm grua shtëpiake. Në orën 12, më në fund, u shtruan për të ngrënë, por nga ora 12:30 gjerë në një çerek na u desh të qëndronim pra bizele. Më në fund, ndjeva një të përzier, sikur të më kishte zënë deti. Edhe të tjerët nuk e ndjen mirë veten. Fjeta gjerë në orën 4, por edhe tani nuk jam në rregull nga ato bizele të poshtra. Ana. E shtunë 15 qershor 1944. E dashura Kiti, na ka ardhur nga biblioteka një libër me titullin provokues, Si ju duket juve vajza moderne? Sot dua të flas mbi këtë temë. Autoria e këtij libri kritikon rininë e sotshme nga koka gjerë në këmbë, megjithse nuk i quan të gjithë të rinj të pavlerë. Përkundrazi, ajo është e mendimit se po të donte rinia, mund të ndërtonte një botë më të bukur e më të mirë, pse rinia i ka mundësitë, por ajo merret me gjëra të përcipta dhe nuk sheh anën kryesore, më të bukur të jetës së sotshme. Ndjeja sikur disa pjesë më qellonin mua vetë, prandaj tani dua të ta hap gjithë zemrën dhe ta mbroj veten nga ky sulm. Unë kam një cilësi karakteri, e cila i bie në sy kujdo që më njeh, cilësia që të kritikoj vetveten. Unë e vërej veten në çdo rast sikur të isha një tjetër. Pas një paragjykim dhe pa justifikime të trilluara, e shikoj këtë Ana në çdo skuq dhe shoh çfarë ka të keqe e çfarë ka të mirë. Për herë studioj kështu vetveten dhe për çdo fjalë që them ti, a jam shprehur mirë. Ndryshe duhet ta shprehja, them ose mirë e kam thënë. Unë e gjykoj veten për shumë gjëra dhe gjithnjë më shumë shoh se sa e vërtet është fjala e babait. Çdo fëmijë duhet të edukoj vetveten. Të tjerët mund të japi vetëm këshilla ose udhëzime. Formimi përfundimtar të karakterit e ka çdo njeri në dorën e vet. Nga kjo rrjedh që unë kam kaq guxim në jetë, e ndjej veten gjithnjë më të fortë dhe jam në gjendje të duroj shumë, e ndjej veten të lirë e të re. Kur për të parën herë kuptova se i kam këto ndjenja në veten time, u gëzova shumë, pse atëherë besova se goditjet që pëson çdo njeri në jetë nuk do të më thyenin. Por mbi këto gjëra kam folur shpesh. Duhet të vi tek çështja kryesore. Babai dhe mama nuk më kuptojnë. Babai dhe mama vërtet më kanë përkëdhelur shumë. Kanë qenë të mirë me mua dhe më kanë mbrojtur. Kanë bërë çdo gjë që vetëm prindrit mund të bëjnë. Megjithatë, për një kohë të gjatë kam ndier veten fare vetëm, të lënë mënjan, të braktisur, të pa kuptuar nga të tjerët. Babai bëri çmos që t'i zbuste hovet e zemërimit tim, por pa dobi. Unë vetë kam shëruar vetveten, duke pasur parasysh në çdo rast edhe anën e kundërt të qëndrimit e të veprimit tim. Si ka ndodhur që babai nuk ka qenë asnjëherë mbështetje për mua në luftën time? Ndoshta nuk e kam pranuar ndihmën e tij kur ka shtrirë dorën që të më ndihmoj? Babai ka përdorur mjete jo të përshtatshme. Ai ka biseduar me mua gjithmonë si me një fëmijë që ka hallet e tija fëminore. Duket si një mendim pa vend ky, pse babai ka pasur gjithnjë konfidencë me mua. Tamam si ai më ka ndihmuar që të besoj në veten time, në gjykimin tim. Por një gjë ka lënë pazore. Ai nuk ka menduar se lufta ime për të ngjitur lart ishte për mua më e rëndësishmja se çdo çështje tjetër. Unë nuk doja të dëgjoj fenomene tipike, vajzat e tjera, kjo do të kaloj e të tjerë. Unë nuk doja të më shikonte si çdo vajzë tjetër, por si një individ të veçantë, si Ana. Këtë Pini nuk e ka kuptuar. Pastaj, unë nuk mund t'ja rrëfej çdo gjë një njeriu që nuk më hap zemrën edhe ai mua plotësisht. Pasi unë e njoh shumë pak Pimin, nuk do të arrijm kur të kemi intimitet të plot me të. Pimi qëndron gjithmonë në pikpamjen e të vjetërve. Edhe në qoftë se ndonjëherë ka pasur disa prirje të përkohshme që të më afronte, nuk ka mundur ta ndjej veten me mua tamam si një shok më i vjetër që jeton e ndjen një lloj me një shok më të ri, megjithëse është përpjekur për këtë gjë.
Prandaj unë kam arritur në përfundimin që pikpamjet e mia mbi jetën dhe teoritë e mia që i kanë shoshitur aq shumë të mos ja tregoj askujt. Vetëm ndonjëherë kam folur diçka me Margon. Babait i kam fshirur çdo gjë që kishte bënte me brendësim time. Nuk ja kam treguar kurrë idealet e mia dhe në mënyrë të ndërgjegjshme e kam larguar prej meje. Nuk mund të bëja ndryshe. Kam vepruar duke ndjekur ndjenjën time. Kam vepruar ashtu siç e kërkonte qetësia ime shpirtërore. Dhe këtë qetësi shpirtërore, këtë besim në vetvete që i kam formuar me 1000 vështirësi, do t'i humbja prap, po të duroja kritikën e të tjerëve. E kam fjalën edhe për Pimin, megjithse duket i ashpër ky mendim, pse Pimin nuk e kam afruar kurrë te bota ime e brendshme, bile e kam larguar më shumë me nervozitetin tim. Edhe kjo është një çështje që më mundon shumë. Pse bëhem kaq nervoz prej Pimit, aq sa nuk mund të mësoj me të? Pse përkëdheljet e tij më duken artificiale dhe dua që Pimi të mos e përqendroj vëmendjen tek unë dhe më lej në qetësi gjërsa të arrij të bëhem mjaft e fuqishme? Gjithë puna është se më bren në zemër një qortim i rënd për atë letër banale që kam guxuar t'i shkruaj, kur isha viktime një shqetësimi të papërmbajtur. Oh, sa e vështirë që është të jesh nga çdo pikpamje vërtet e fortë dhe guximtare. Por ky nuk është akoma deluzioni im më i rënd. Më fort se për baban më lodhet mendja për Petrin. E di mirë se unë e kam fituar atë në vend që të vepronte ai. Kam krijuar prej tij një figurë ëndrash, më duke si një djalosh i dashur, i qetë, i ndjeshëm, që kishte nevojë për dashuri dhe miqësi. Unë kisha nevojë të flisja një herë me një njeri të gjallë, doja të kisha një shok që të më ndihmonte në rrugën time. Nuk ishte punë e lehtë për mua ta bëja për vete Petrin, por ja dola ta përfundoj këtë vepër të vështirë. Kur arrita të zgjoj tek ai ndjenjat miqësore ndaj meje, shkuam vetvetiu në marrëdhënie më intime, të cilat tani, nga një vërejtje më nga afër, më duket të pabesueshme. Ne flasim mbi gjëra të fshehta, por nuk i kemi zënë kurrë në gojë ato gjëra me të cilat zemra ime ishte dhe është plot e përplot. Akoma s'po ja gjej fije kallamit me Petrin. A është i përcipt apo kur është me mua e pengoj ndrojtja dhe trazimi të shfaq mendimet? Por unë kam bërë një gabim. Kam lënë më njanë të gjitha mundësitë e tjera që të fitoj miqësinë e tij dhe kam shikuar vetëm që ta tërheq atë në marrëdhënien time. Ai ka etje për dashuri dhe më do çdo ditë më shumë. Këtë e ndjej mirë. Ai kënaqet me këtë bashkimin ton, kurse unë ndjej një dëshirë të thellë të përpiqem vazhdimisht të prek me ato tema të cilat do të kisha dashur shumë të diskutoja. Unë e kam tërhequr me forcë Petrin nga vetja dhe ai nuk e di mirë këtë. Tani ai është shtrënguar pas meje dhe unë nuk po gjej më asnjë mjet që ta largoj prapë dhe ta vë të qëndroj mbi këmbët e tija. Unë e kuptova shumë shpejt se ai nuk mund të ishte shoku i vërtet. Por posa arrita në këtë përfundim, u përpoqja që të paktën ta nxirja Petrin nga rrethi i kufizuar ku gjendej dhe të zgjoja tek ai ndjenjat dhe energjinë e një të riu. Pse rinia është me vetmuar së pleqëria? Këtë mendim e kam marrë nga një libër dhe më duket se është i vërtet. A është e vërtet se këtu të rriturit e kanë më të vështirë jetën se të rinjt? Jo, jam e sigurt se nuk është e vërtet. Të rriturit kanë pikpamje të formuara dhe nuk lëkunder kur veprojnë. Ne të rinjt e kemi shumë më të vështirë. Pse duhet të formojmë pikpamjet tona në një kohë ku të gjitha idealet po shkatrohen dhe po asgjësohen, kur njerëzit tregojnë anët e tyre më të shposhtra, kur dyshohet për të vërtetën, për të drejtën, për Zotin. Pastaj, ai që mendon se këtu në strehim të rriturit heqin më shumë, nuk e ka të qartë se në çfarë mase janë vërsulur mbi ne probleme të vështira, për të cilat jemi akoma të rinj, por që na trazojnë aq fort sa ne jemi përpjekur të gjejmë një zgjidhje, ndonse një zgjidhje që nuk qëndron me këmbë para fakteve të cilat janë krejt ndryshe. Kjo është gjëja më e vështirë në këtë kohë. Idealet, ëndrat, dëshirat e bukura nuk lulëzojnë tek ne, ose duke ndeshur me realitetin e tmerrshëm, shkatrojnë krejtësisht. Është një mrekulli që unë nuk i kam humbur akoma të gjitha shpresat, megjithse këto duken absurde, të paralizueshme. Por megjithë këtë unë qëndroj, pse besoj se njerëzit janë të mirë. Nuk e marr dot me mend se mund të ndërtojë diçka mbi vdekjen, mjerimin dhe kaosin. Unë shoh se si bota po shndërrohet gjithnjë më shumë në një shkretë të tir. E ndjej gjithnjë më shumë gjomën e bubullimës që do të na mbys edhe neve. E megjithë këtë, kur vështroj nga qielli, mendoj prapë se e mira do të fitoj, se edhe kjo kohë e ashpër do të marrë fund një herë dhe përsëri paqja e qetësia do të mbretërojnë mbi botë. Ndërkaq, unë duhet të mbaj lart idealet e mia. Ndoshta në të ardhmen këto ideale do të mund të vihen në jetë. Ana. E premte 21 korrik 1944. E dashura Kiti, tani kam shpresë, tani më së fundi punët po shkojnë mirë. Po, vërtet mirë, një lajm i pabesueshëm. Kam bërë një atentat kundër Hitlerit, jo komunistët që fut apo kapitalistët anglez, por një general aristokrat gjerman, i cili është kont dhe sidomos i ri. Providenca hyjnore ja ka shpëtuar jetën fryerit, i cili fatkeqësisht ka shpëtuar me ndonjë gërvishje dhe ndonjë djegje pa rëndësi. Disa oficer dhe general të rrethit të tij janë vrarë ose plagosur.
Fajtori kryesor është vrarë. Kjo është një provë e qartë sa shumë oficerë dhe gjeneralëve u ka ardhur lufta gjenomaj të hundës dhe do të dëshironin ta qëronin Hitlerin. Qëllimi i tyre është që pas vdekjes së Hitlerit të vendosin një diktaturë ushtarake, të bëjnë paqë me aleatët, të përgatiten sërish dhe pas 20 vitesh të fillojnë një luftë të re. Ndoshta providenca me qëllim nuk e ka qëruar me kohë atë, sepse për aleatët është më e lehtë dhe më e leverdishme nëse gjermanët e papërlyer do të vriten njëri me tjetrin. Kështu mbetet më pak punë për rusët dhe anglezët që mund të fillojnë më shpejt me rindërtimin e qyteteve të tyre. Por nuk kemi arritur akoma atje dhe nuk dua të ngutem t'i përshkruaj që tani ngjarjet e lavdishme të fitores. Por lajmi që të tregova, ti e sheh vetë se është realiteti lakurisht që mbështetet në tokë me dy këmbë. Këtë radhë nuk po fantastikojmë mbi ideale të larta. Hitleri sidomos është treguar aq i dashur me popullin se ai ka komunikuar se që sot e këtej çdo ushtarak vartës, qoftë edhe në Gestapo, kur merr vesh se prori i tij ka marrë pjesë në atentatin e ulët e të poshtër, mund ta vras këtë pa e zgjatur shumë. Sa histori të bukura që do të ngjasin, Hans Damfit i dhëmbin këmbët duke vrapuar. E prori i tij, oficeri e shan, Hansi kap automatikun dhe vërtet, ti deshe të vrisje fyerin, ja dënimi tani. Një goditje dhe e prori krenar që guxoi të shante ushtarin e vogël, kalon në jetën e pasosur, apo mos është vdekja e pasosur. Më së fundi do të vi puna që oficerëve do të mbushen pantallonat plot dhe nga frika nuk do të guxojnë të flasin sadopak ushtarëve. A më kupton Kiti? Apo prap jam duke dërdëllisur kot së koti? E po, s'kam që të bëj, jam shumë e gëzuar që në tetor do të ulem prap në bankat e shkollës. O la, sa po të kam thënë që nuk dua të gëzohem para kohe. Mos më zemëro, nuk më quajnë kot këtu grumbull kontradiktash. Ana. E martë, 1 gusht, 1944. E dashura Kiti. Grumbull kontradiktash. Me këto fjale ka mbyllur letrën e fundit dhe po filloj këtë të sotchmen. Mund të masqarosh çdo të thot ky grumbull kontradiktash? Çdo të thot kontradikt. Kjo fjalë, si shumë të tjera, ka 2 kuptime. Ka kontradikta të jashtme dhe kontradikta të brendshme. Kontradiktat e jashtme janë një gjë e zakonshme, ku nuk je dakord me mendimet e të tjerëve, kur di vetë më shumë se të tjerët, kur do të ruash për vete fjalën e fundit, me një fjalë kur ke gjithë ato cilësi negative për të cilat unë jam e njohur. Kontradikte brendshme. Këtë nuk ma din të tjerët. Kjo është e fshehta ime. Të kam thënë një herë se unë nuk kam një shpirt, por 2. Njëri strehon natyrën time të gëzuar, shakat dhe talljet e mia, dashurim për jetën dhe para së gjithash atë mjeshtërime të cilën kap lehta se përciptas çdo gjë. Me këtë kuptoj këto gjëra. Të mos skandalizohem nga flirtet, nga një puthje, nga një përqafim, nga një barcelet e shtyr. Ky shpirt rrin në roj dhe përzah të tjetrin që është më i bukur, më i pastërt, më i thellë. Këtë anë të mirë nuk ma njeh askush, prandaj pak njerëz mund të më durojnë. Po sigurisht, unë jam një klon i lezetshëm për një natë. Pastaj një muaj të tërë si duhem askujt. Tamam si një film dashurie për disa njerëz serioz, një kalin kohe, një argëtim për një herë të vetme, diçka që e harron shpejt, jo e keqe, por edhe jo aq e mirë. Nuk është gjë e këndshme të t'i them tani të gjitha këto, po pse mos të t'i shkruaj kur janë të vërteta? Sjellja ime e lehtë dhe e përcipt, po i ri sipër gjithnjë asaj tjetrës dhe po fiton mbi të. Nuk ta merr mendja sa shpesh jam përpjekur që këtë Ana, e cila është vetëm gjysmë asaj që quhet Ana, ta largoj, ta ndrydh, ta fsheh, por nuk i arri, dhe e di pse nuk i arri. Kam frikë se të gjithë ata që më njohin si jam, do ta zbulojnë se kam edhe një shpirt tjetër më të bukur e më të mirë. Kam frikë mos të tallen me mua, mos të dukem sentimentale dhe qesharake, dhe pastaj nuk do të më shikonin si më parë. Unë jam mësuar të mos mi marrin seriozisht fjalët dhe punët e mia, por vetëm Ana, e lehtë, është mësuar dhe mund të duroj. Ajo e thella nuk mundet. Kur ndonjëherë për pak kohë nxjerr me forca anën e mirë në dritë, ajo mblidhet si një lule mos më prek. Ja lë fjalën anës numër 1 dhe zhduket para se ta marrë veshun. Kështu, kjo Ana e mirë nuk është faqur kur në shoqëri, kurse në vetmi e ka fjalën ajo gjithmonë. Unë e di mirë si duhet isha dhe si jam, këtu brenda, por fatkeqësisht jam vetëm për veten time. Dhe ky ndoshta, nuk jam krejt e sigurt, është shkaku që unë mendoj se kam natyrë të thellë e të fshehur, kurse të tjerët mendojnë se jam e shoqërueshme dhe përcipt. Brenda Ana e pastër më tregon rrugën, kurse së jashtmi dukem si një keq i lehtë që kërcen i gëzuar. Ashtu si të kam thënë, unë ndjej krejt ndryshe nga ato që shpreh, prandaj njihem si një vajzë që rend pas djemsh, dashuron, fut hundët kudo dhe lexon romane. Ana e gëzuar qesh nga këto fjalë, jep përgjigje të rënda e therse, ngre supet pa u turbulluar, bën sikur po e akuzojnë kot. Por oh sa preket atje në thellësi Ana e qetë. Pasi jam krejtësisht e sinqert, dua të them se kam edhe një dhembje tjetër. Luftoj me gjithë shpirt për t'u përmirësuar,
por gjithnjë kam para vetes fuqi më të mëdha se unë. Ndiej si një gulçim në shpirt. E she, ja ku ke arritur, të kanë me sy të keq, të shikoj me mërzitje me tallje, ke rreth teje njerëz të cilëve u dukesh antipatike, dhe gjithë këto kokçarje pse ti nuk dëgjon këshillat e unit tënd më të mirë. Ah, unë do ta dëgjoja, por nuk më ecën. Kur sillem me qete serioze, secili mendon se kanë filluar një komedi të re dhe atëherë më duhet të shpëtoj me një shaka çfarë do. Duhet të hesht para prindërve e Margos, që mendoj se jam e sëmur e më japin hapa kundër dhembjes së kokës dhe për qetësim nervash, më prekin pulsin e ballit se mos kam ethe, shqetësojnë se nuk jam mirë dhe ankojnë për çeren time të vrarë. Nuk mund të duroj, jo. Kur më rrim mbi kokë gjithë kujdes bezdisem, pastaj më kap trishtimi, zemra më kthehet së prapthi, del në balla ana e keqe, e mira zhytet në thellësi. Dhe kërkoj vazhdimisht të gjej një rrugë për të bërë ashtu si dëshiroj dhe si mund të bëhem nëse nuk do të kishte më asnjëri në botë. Ana. Këtu mbaron ditari i Anës. Më 4 gusht, policia e gjelbër hyri në strehim, arrestoi të gjithë ata që ishin fshehur aty, gjithashtu edhe kralerin e konfujsin dhe i çoi në përkampe për qëndrimi gjermane dhe holandeze. Gestapoja e prishi dhe e plaçkiti strehimin. Njët librave të vjetra, revistave e gazetave që ishin hedhur ande këtej pa kujdes, Mipi dhe Eli gjetën ditarin e Anës. Me përjashtim të disa faqeve që nuk paraqesin ndonjë interes të veçantë për lexuesin, ditari u botua plotësisht. Nga të fshehurit është kthyer vetëm babai i Anës. Kraleri dhe konfujsi pas shumë vuajtjesh në kampet holandeze janë kthyer në familjet e tyre. Ana vdiq në marsin e vitit 1945 në kampin e përqendrimit Bergen-Belsen, 2 muaj përpara çlirimit të Hollandës.